Pushtimi i këtij vendi do të ishte pothuajse i pamundur për çdo fuqi të madhe botërore. Ky është Mbretëria e Bashkuar, dhe sulmi ndaj saj do të ishte një ide jashtëzakonisht e pamatur. Së pari, është një shtet i shullor, i rrethuar nga detet e ashpra dhe më tepër i paparashikueshëm. Nuk mund të hysh thjesht me tanke dhe forca toksore. Opsioni i vetëm realist do të ishte një pushtim detar, dhe pikërisht aty fillon problemi. Marina mbretërore është një nga flotat më të fuqishme në botë, me një histori të gjatë dominimi. Spanja dhe Franca e kanë mësuar këtë në mënyrën më të vështirë, ndërsa për fuqinë ajrore, mjafton të pyesësh Gjermaninë gjatë luftës së dytë botërore. Forcat ajrore mbretërore treguan qartë se për çfarë ishin të afta. Sot, Britania është mbrojtur me sisteme radari shumë të avancuara dhe rrjete moderne mbrojtëse që zbulojnë avionët armik nga shumë larg dhe reagojnë në momentin e duhur. Përveç kësaj, Mbretëria e Bashkuar është anëtare thelbësore e NATO-s, alianca ushtarake që konsiderohet më e fuqishmja në botë. Dhe mbi të gjitha, Mbretëria e Bashkuar ka një histori të gjatë qëndrese. Kështu që kushdo që mendon se ka guximin ta sulmojë, duhet të kujtojë këtë. Nuk do të përballej thjesht me një ushtri, por me një kom që ka kaluar çdo luftë të madhe, i ka mjetuar të gjithave dhe ka dalë në këmbë çdo herë.